është një nga ato sulmues që është përfolur më shumë, le të them kështu, ditët e fundit. Karriera e një sportistit duhet parë dhe ana financiare. Pagesat i morë të gjitha atje? Fatkeqësisht ndodhen probleme me financë. Tani na thuaj pagesa më të mirë në Poloni? Poloni ka qenë goxha e kënaqshme për lojtarin në gjë më e keq është dëmtimi. Si të duket kampionati shqiptar? Kur kam luajtur vite më parë ka qenë më cilësor. Kam drejtorin e atyre që kryesojnë kampionatin momentalisht. Si e përjetuat ju fitoren? Kishim përgatitur mjaft mirë të ndeshje. Elton, çfarë mendon se ç'dojnë në syrin tënd? Te vllaznia? Portieri jon u tregua mjaft i zotë. Si e parashikon këtë formulë të re të kampionatit? Nëse do zgjidhja të dy formulat, besoj se kjo është më e mira. Si të është dukur arbitrimi këtë sezon? Arbitrat gabojnë ashtu siç gabojnë dhe futbollistët. Mirë miq të Topcast, mirë se vini në këtë episod ku do të flasim sot. Është një episod ndryshe, le të them kështu, nga herët e tjera, episodi parafundit, por këtë herë nuk do të kemi vetëm një të ftuar, por dy. Po gjatë intervistave dhe gjatë rrugtimit të sotëm do ta zbuloj vetë rruga, nuk do ta zbuloj në fillim. I ftuari i parë që kam për sot është një nga ato sulmues që është përfolur më shumë, le të them kështu, ditët e fundit. Qoftë për golat spektakolar që ka bërë, qoftë për vrapin e shpejt që ka. Nuk po e zjas më shumë, po e prezantoj tashmë me emër, Devi Bregu, lojtari Dinamos. Faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën. Bregu, pyetja e parë që bëj unë në podcast është një fjali për veten tënde. Kush është Devi Bregu? Devi Bregu është një person i thjeshtë që ka pasion shumë të madh për futbollin. Përpara se të flasim për aktualitetin e Dinamos, një fjali të fundit, flasim pak për Bregu një herë. Si e ke nisur futbollin? Ku e ke marrë konfirmimin që futbolli do të ishte firma e jetës, le të themi kështu? Po unë besoj që talentin ta jep Zoti. Ky është mendimi im, pasi unë besoj në Zot. E kam filluar futbollin shumë shpejt, me thënë drejtë, në moshën 4-5 vjeçare, dhe besoj se piknisja ka qenë një mat. Ai ka pas normalisht vetë futbollin qef dhe ma ka injektuar dhe mua, po duke ditur që në mosha të vogla nuk është se duket shumë dëshira, te mua u duk shumë shpejt në fakt. Dhe në moshën 4-5 vjeçare dhe filluar me topin, duke bërë ato lojrat si fëmijë, e kalonin gjithkohon jashtë duke ndjekur topin. Fëmijëria ka qenë shumë e bukur, me thënë drejtën, ato kohra. Dhe pasaj duke filluar futbollin te moshat. Te moshat pasaj gradualisht. Te moshat e cilës skuadër ke nisur ti? Te Flamurtari. Te Flamurtari. Te Flamurtari, po. Te moshat e Flamurtari. Edhe për mua kanë qenë hapat shumë të shpejt, pasi unë kam debutuar 16 vjeç me ekipin e parë të Flamurtarit. Në atë kohë që ka qenë Shpëtim Gjika, ka qenë që e përshëndes, ka qenë një nga ata që më ka dhënë dorën fillimisht, dhe jam shumë i njohës. Ka qenë ai që ka qenë shtyse e parë që të afrohesha sa më shpejt dhe ekipit parë. Kur morë ftesën për ekipin e parë, na tregojnë çika të situatën, si ishte, sa e ke përjetuar, sa emocionuese? Po ka qenë emocionuese për faktin sepse erdhi shpejt. Po duke ditur që unë stërvitesha, kisha që stërvitesha me ekipin e parë, por që ndeshjet ndërtare nuk i merja me ekipin e parë, por i merja të moshat. Dhe duke ditur që kjo gjë mund të vinte, ishte emocionuese, po për mua ishte dhe e pritshme, duke ditur që ishte shpejt. Në momentin që luaja me moshat, trajneri im atë kohë Adrian Nini më thotë që ekipi i parë të ka thirrur sa dhe besoj se do debutosh, sepse edhe vetë presidenti në atë kohë Shpëtim Gjika kishte qef që unë të debutoja. Ka qenë, e mbaj mend si sot, Flamurtari Laçi, ndeshja ose e fundit ose e parafundit e një kampionati. Dhe në atë kohë që ka qenë trajner Shkëlqim Muça, me sa mbaj mend. Ai më ka dhënë diku te 20 ose 30 minuta në atë ndeshje, edhe për mua gjëra kanë shkuar mirë. Ndeshja e parë, sa emocionuese ishte? Goli i parë, pastaj kur ka ardhur? Goli i parë ka ardhur pas 1 ose 2 vitesh me Flamurtarin, po, ka ardhur Flamurtari Tirana. E mbaj mend që atë ndeshje kam debutuar, kam luajtur në pjesë të dytë. Dhe sa jam fut topi i parë që kam prekur, kam shënuar. Po mbaj mend që Tirana atë kohë ishte goxha fort. Ishte luftonte për kampionat. Edhe
as vetë nuk e di çka kam bërë te ai goli i parë se mbaj mend që kam ikur andej nga tifozat edhe emocionet si fëmijë, tamam si fëmijë që feston golin e parë që janë pranueshme. E mbaj mend që ka qenë shumë emocionuese edhe gjumi nuk më ka zënë natën kur bën golin e parë. E janë këto gjëra që detaje që mbajnë mend gjatë gjithë jetës së karrierës. Absolutisht, këto shënojnë gjithë karrierën pastaj. Sa ndjenjë të flamurtari? Te flamurtari në moshën në mos gaboj 20 vjeçare. 20 vjeçare, po. Pastaj në atë momente flamurtari ishte një ekip që ishte investuar shumë. Edhe normalisht edhe pagat e lojtarëve ishin shumë të larta. Unë si i ri në atë moment kisha bërë goxha mirë se një trajner italian Ernesto Ramela në atë kohë më kishte dhënë dorën, isha paraqit mirë, gola kisha shnuar. Kur u mbyll sezoni, flamurtari vazhdoi me planet e veta që mund të kishte ekip për kampion dhe në atë moment nuk është se afronte shumë lojtarë të rinj. Në këtë pikë atëherë mendova se do ishte më e mira edhe për klubin vet, përderisa nuk kishte besim në atë kohë, edhe për mua që të krijoj një eksperiencë të re. Edhe fatmirësisht edhe koha edhe fusha tregoi që kisha unë drejt. Ndodhi që ndodhi e pastaj më erdhi lëvizja tek klubi Luftarit që për mua ka qenë një piknisje futbollistike që jam shumë i njohur se më janë hapur dyert, e që nga një moment besoj se nuk kam ndaluar më të pak në Super League. Pastaj nga luftëtari ke kaluar? Tek Skënderbeu. Tek Skënderbeu. Po. Ke qenë në atë periudhën e artë Skënderbeut? Jo, nuk fati im i keq që klubi ishte dënuar. Unë edhe Kristala Baza në atë kohë që luanim te Gjirokasta kishim firmosur para kontratë. Normalisht klubi i madh Skënderbeu në atë kohë pasi kishte krijuar suksese pas suksesi. Dhe fati im i keq që gjërat i kapa në atë moment që klubi ishte i dënuar, por se nuk pendohem. Gjërat që sa ndikoi te ju ajo periudhë? Ndikoi, them drejt, jo vetëm te mua, po te gjithë grupi që ishim në ato 2 vjet në Korç, ndikoi pasi duket si luani edhe njerëzit na paraqikonin, ja kjo që sapo the ti, ju për çfarë luani, nuk kapni asnjë objektive tjetër, gjë që ne luanim fillimisht secili luan për veten e vet, për familjen e vet. Normal, po. Për klubin që na paguante, për tifozët, për çdo gjë, po që vetëm për kjo, nëse mendojmë për një gjë që ishte e kapa në këtë situatë, pa jo se për zgjedhjen, se për zgjedhjen në atë moment besoj se ka qenë zgjedhja më e mirë. Pas Skënderbeut kanë ardhur oferta për? Pas Skënderbeut kam kaluar tek Teuta. Te Teuta. Kam pas një tentativë për jashtë në Poloni në atë kohë. Okej, nuk u bë. Nuk u bë dhe ishte periudha e Covidit që u zgjat shumë kampionati, më duket ka filluar kampionati në mos gaboj në nëntor, diçka e tillë, ka vonuar për startimin dhe te Teuta. Te Teuta kemi kurorizuar një vit shumë të mirë, kemi dalë kampion. Ka qenë besoj një nga vitet më të bukura edhe personalisht dhe mua më ka ecë goxha mirë atë vit se kam dalë dhe golashnuesi i kampionatit, pavarësisht se unë këto gjërat i shikoj në plan të dytë. Pra statistika ja. Po, statistika ja. Po që ta kuriozosh me fitimin e titullit është gjë primare besoj për një ekip. Po, atë synon çdo ekip normal. Më pas të erdhën ofertat për në Turqi? Për Turqi, po. Për Turqi, unë kisha kohë që 4 vite atje apo? Në Turqi 3. 3, okay. Në Turqi 3. Unë kisha kohë që kërkoja një eksperiencë jashtë. Siç e thash, nuk më bë para një viti se të vija në Durrës për në Poloni. U bët në Turqi, luajta ndeshjen e fundit me Teutën në Kupat e Europës, edhe pas erdhi transferimi në Turqi. Klubi atje Boluspor kishte kohë që më kërkonte, kishte kohë që më ndiqte. Kishte pasur dhe shqiptar në të kaluar në atë klub. Më kishin folë fjalë të mira. Besoj se ishte zgjedhje dur edhe pa dashur ta moj edhe në ana financiare, sepse një karrierë e një sportistit duhet parë dhe ana financiare pasi është e shkurtër. Dhe aty kalova 2 vite goxha të mira tek Boluspor. Sa e kishe të vështirë këtë orientimin ose atë, le të themi kështu, marrëdhënien pastaj me lojtarët, me ekipin, sa stabilizoheshe? Për mua në fillim ka qenë pak e vështirë pasi unë edhe gjunë me çdo gjë me përkthyes. Dhe çdo gjë bëj pak shumë e vështirë, po për mua fati i madh ishte që në ekip që Gentian Selmani portier atje. Po dhe më vonë kartë dhe Odise Roshi që u bën të 3. Ka qenë Selmani që për mua jam shumë i njohur të rjetën pasi
më ka pritur dhe më ka ndihmuar për çdo gjë. Okay. Si në rastin e përkthimit sa i dinte edhe turqisht. Po. Por vetëm kjo që besoj se fillimi pak se çdo lojtar do kohën e vet për tu ambientuar. Po, pas ke pasur edhe lojtarë shqiptar aty, kështu që kaluam mirë me këta çunat edhe ka qenë më lehtë periudha e adaptimit. Pastaj rikthimi sërish pastaj në Shqipëri kur riktheve ti. Jo, ndodhi prapë një transferim në një ekip tjetër të Turqisë. Prandaj thash 4 vite, se di që ke qenë Turqi aty, po, okay. Dhe aty fatkeqësisht ndodhen probleme me financat. Që klubet turke kanë të theksuara, jo vetëm në ligën e parë, po dhe në Super League. Ndodhen me probleme me financat, unë shqyqysh zotit po luaja në atë moment, po që në momentin që ndodhen probleme me financat... Do të se kemi vetëm ne këtë, pas ka përshia, Po, e kemi, se kanë, nuk vetëm për shqiptarët kjo gjë. Dhe filluan problemet me financat dhe normalisht nuk besoj se do ishin ai zemër gjë që të më linin të luaja akoma, se dola jashtë ekipit madje fare. 15 ditë ku dërgon një letër për të njoftuar për anën e pagesave, unë bëja vetëm stërvitje, ekipi bënte vetëm stërvitje. Ajo ka qenë periudhë e vështirë, të them drejtën për mua, se kam qenë dhe vetëm një ekip që s'kisha as shqiptar të tjerë ose edhe të huajt nuk ishin aq miqësor, në momentin që dërgova letrën edhe klubi nuk u tregua shumë miqësor, po gjëra që kuptojnë këto në futboll, sidomos në Turqi, kush ka luajtur në Turqi, besoj më kupton ai këtë që po them. Dhe në atë moment dola lojtar i lirë pasi FIFA më dha drejt. Në momentin që FIFA më dha drejt, kisha oferta të tjera në Turqi, por që vendosa që të lëviz diku tjetër pasi unë e kisha lënë emrin shumë mirë atje dhe mund kapja ekipe të mira në atë ligën e parë. Po pse vendose? Vendosa sepse ndoshta u lodha nga kjo metoda e tyre, me thënë drejtën me punë me vonesë pagesash, me kështu gjëra që më lodhën, të them drejtën. Pagesat i morës gjitha atje apo? Po. Patjetër se FIFA në momentin që jep të drejtë atë klubet turke kanë frikë kur i mbyllet merkato dhe të paguajnë. Brenda një viti unë i mora gjitha pagesat. Po. Edhe vendosa që edhe pse kisha oferta të tjera televizia dhe agenti im që kam sot e kësaj dite më gjeti një ofertë në Poloni. Një ekip që shumë i madh me thënë drejtën, por që duhet ta përjetosh vetë atje ta kuptosh ç'a klubi është, përvisën e Krakovës. Edhe kontrata që 6 muaj dhe me opsione rinovimi. Dhe për mua atje ka qenë një nga ambientet më të mira që mund të ndihesh futbollist, ka qenë te Wisła Krakovës në Poloni, pasi klubi ishte madhështor nga çdo gjë. Si nga tifozët, si nga mënyra si drejtohej, si nga mënyra e stafit, si nga mënyra e futbollistëve, si nga mënyra e trajtimit, ishte çdo gjë tjetër nivel. Edhe ky ka qenë edhe pengu im, them drejtën që nuk vazhdova më shumë kohë. Se nuk vazhdova? Po se nuk gjete dakordsimin me nuk ka gjeta dakordsim me pjesën e financave, pasi them drejtën Turqia ishte nivel më i lartë në financa me Polonin. Dhe kjo ka qenë arsye, por që unë e nisa goxha mirë atje, pata një dëmtim të vogël që më mërziti, them drejtën, se lojtarët po duan ta mërziteshin lojtarë vetëm mos i thotë dëmtimi. Edhe por la shumë miqat në atë klub edhe do e them me plot bindje që do kisha shumë qejf të vazhdoja atje. Por që futbolli i ka të gjitha, kështu që nuk mund ngel peng. 30 vjeç e bëj, po? Po. Ke besoj pritshmëri akoma të vazhdosh karrierën edhe sa vite? Futbolli nuk i diet, po. Futbolli nuk i diet asnjëherë, po kam dëshirën që deri 40? Jo, deri 40 jo, po kam dëshirën që ta lëm futbollin, se është bërë si klishe kjo, si kjo shpreha, po me të vërtet këtë dua që nuk dua të zvaritem në fushë, dua ta lë në moment të mirë, dhe nuk dua të se këtu te ne është dhe paragjykimi që të bëjnë të mbaruar para kohës. Po, e vërtet, po. Mentaliteti, por që këtë e kam të bindur që futbollin do e lë unë, jo mua futboll. Super. Dhe mbas Polonisë pastaj u riktheve, a? Po, mbas Polonisë kanë qenë sa probleme të mia familjare, që nuk vendosa më të vazhdoja jashtë, pasi ofertat i kisha Turqi, Kazakistan, vende të cilat që mund. S'kishe familjen pro apo? Jo, familja nga pas gjithmonë pro, them drejtën. Familja nga pas gjithmonë pro. Por që siç ta thash, probleme që unë dua t'i mbaj private dhe
me thënë drejtën me presidentin Bardhi është një president I cili dhe kur kam qenë jashtë më ka kontaktuar gjithmonë në telefon. Kam thënë që në momentin që kam ikë nga Shqipëria kam pas mik që në ato momente dhe kemi komunikuar gjatë gjithë kohës. Edhe në momentin që mori Dinamon kishte shprehu dëshirën para shumë vite që nëse do jesh I linë një moment, dua në ekipin e Dinamos edhe gjëra të tilla. Kemi pas shumë komunikim të mirë gjatë gjithë kohës edhe u poqën kushtet që të bëhesh lojtar I Dinamos. Pastaj kur presidenti Bardhi mori veshje e lirë, të bëri ofertën ty dhe kontaktove ti, si ndodhi kjo? Po, kemi folë gjatë gjithë kohës edhe E dinte që po shputej atje? U morën vesh në telefon, mori vesh ato problemet që kisha unë për momentin edhe vendosëm të bashkëpunojmë, gjëra ka ndodhur them drejtën shumë natyrale. Po dëshira dhe ati që e ka shprehuar gjatë kësaj kohe. Po, dëshira ati që e ka shprehuar edhe akordin financiar është shumë të lehtë pasi është ai dihet që I plotson dëshirat e lojtarëve dhe Tani na thuaj, pagesën më të mirë se në Poloni e kisha apo? Po, edhe ndoshta pak për një se Poloni. Me Turqin nuk krahasohet, kjo është e ditur. Jo, prandaj s'mora Turqin, thash me Polonin, okay. Po, Kështu që të kënaqshme, ka edhe Poloni ka qenë goxha e kënaqshme, pavarësisht se siç ta thash, diferenca me Turqin ka qenë goxha, po. Normal, Turqi po. Për Shqipëri besoj nga më të mirat. Është nga më të mirat. Mendoj se je lojtari më I paguar, besoj. Atë nuk e di atë. Atë nuk flas dot për tjerë. Okej. Je I kënaqur me rrugtimin tënd tek Dinamo gjatë, do të thënë kur riktheve? Si e gjete Dinamon, na thuaj pak në atë periudhë? Unë kam gjetur, me thënë drejtën, kam gjetur një grup shumë mirë lojtarësh. Unë kam marrë nga të fundit në mos gaboj, unë dhe Kur erdhe te Dinamo në çfarë viti ma kujto? Kam para 2 vitesh nga Para 2 vitesh, okay. Do të thënë se erdhe ti pasaj Daja apo? Po, kam marrë unë, pastaj ka Presori. Ka ardhur nga Nasser Ali më duket nga të fundit. Edhe gati u kompletua grupi, me thënë drejtën, edhe besoj se kemi pas në këto 2 vite, paraj sa kam unë ndjeni, është besoj se nga grupet më të mira që kam luajtur unë edhe në kampionatin shqiptar. Për arsye sepse u bë një grup me shumë cilësi, si nga ana futbollistike, edhe nga çështja e frymës së grupit. Një frymë grupi shumë e mirë, më thënë në rrallë ekipe e gjen këtë me plot bindje. Pasi gjithë çuna të mirë, gjithë çuna që qëndrojnë bashkë me njëri tjetrin, që kalojnë kohë me njëri tjetrin dhe kjo është më e rëndësishme për një ekip. Edhe besoj që vitin e parë, duke parë që morëm kupën e Shqipërisë, besoj se bëm mirë. Besoj se bëm mirë, mund të kishim luftuar edhe kampionatin pasi vajtëm në Final Four. Për mua viti I parë ka qenë edhe I mirë dhe I keq për shkak të dëmtimeve, se pata një frakturë në gisht që më la gati 1 muaj e gjys, 2 muaj jashtë. Pastaj dodhi një tërheqje në pjesën e quadricepsit, akoma mërzitje e shtesë, edhe për ta mbyllur kapakun ishte që pata gjendje gripale në finalen e kupës. Edhe ka qenë një vit që, më thënë, në statistika është goxha mirë, por që prap duke ditur sa mungova, se mungova rreth gati 15 ndeshje, po ti marrësh në total. Gjyshi më mërziti. Ndërsa këtë vit besoj kanë qenë në anën personale kanë qenë gjërat goxha mirë për mua. Jam kurioze si përballon këto dëmtimet. Sa ndikojnë psikologjikisht tek ti, si përballon ti si lojtar? Them drejtën, mua shqyr zotit me dëmtimet gjatë gjithë karrierës I kam pas shumë pakta. Shumë pakta, shqyr. Jam falenderues për këtë gjë, sepse për lojtarin në gjë më e keq është dëmtimi. Sepse ndodh ana psikologjike më vonë, mbështetja që ke ti, njerëzit afër, sa të qëndrojnë njerëzit prap në ato momente e vështira. Por mua shqyr zotit gjatë karrierës mbaj mend një frakturë në krah në kohën që luajte Skënderbeu, që gati pothuajse humba nga janari deri në maj. Kjo në gisht dhe më thënë dëmtimet vogla që nuk më kanë penalizuar shumë në kohë, sepse kozjatja e një dëmtimi është ajo që të mundon shumë psikologjikisht. Kështu që për këtë gjë jam falënderues Zotit që s'kam pas dëmtime, pavarësisht se unë kam bërë pjesën time të kujdeses, se gjithmonë një profesionist duhet kujdeset. Futbolli asnjëherë si dihet. Futbolli asnjëherë si dihet, shpresojmë që të kujdesemi sa më shumë për këtë. Gjatë periudhës së të Dinamo ke hasur Zabërgjën. Po. Si ke pasur marrëdhënie me to, a mban kontakte apo? Po, patjetër. Që nga të parat që kam takuar në fakt kur kam marrë te Dinamo, sepse ka rastisur në kafe me Jorgo Meksin që është një nga shokët e mi më të mirë. Që kemi njëjmë kohë. Ka qenë Zabërgja I pari që kam takuar.
një nga lojtarë më të mirë, më të talentuar, po edhe si djalë Dar Flori i themi, sepse i edukuar, i sjellshëm, i dëgjuar, me këmbë në tokë, edhe ja kam thënë edhe kur ka ikur dhe ja them edhe tani nga podcasti juaj që shpresoj ta shkojë sa më lart sepse e meriton. Edhe ne ja urojmë këtë, është shumë djalë i mirë. E kemi pritur në podcast, na erdhi në 10 orë, por qelluam që ishim gjithë me pushime dhe s'e kapëm dot, kështu që do vi patjetër. Do e mbaj fjalën sa. Na ka premtuar, po. Si të duket kampionati shqiptar? Kur erdhe, kur u riktheve ti, kishe ndryshuar diçka, i gjete në vend, i gjete më poshtë? Të them të drejtën, tregojmë sinqert që kampionati kur kam luajtur vite më para ka qenë më cilësor. Lojtarë më të mirë, ekipe më të forta, ishte ca kohë që luanin gati 5 ose 6 ekipe për të dalë kampion. Po. Ka qenë shumë e vështirë në kora që unë kam luajtur me Gjirokastën, ka qenë kampionate nga më të bukura. Gjithashtu te Skënderbeu ka qenë kampionati shumë i bukur, te Teuta që e kemi fituar. Besoj se në cilësi ka rënë, por që unë nuk jam nga ata që t'i jedh poshtë, që them tani jo se kampionati nuk bën fare, gjëra kështu që dëgjoj, gjëra koti le të themi. Po. Unë mendoj se kampionati është i luftuar, pasi edhe këtë vit, dhe vitin e kaluar kemi pas ndeshje shumë të bukura në Super League. Luftuar, po pse gjithë thonë që ka rënë si kampionat në cilësi? Sepse lojtarët më të mirë normalisht do kërkojnë një pagesë që është më e madhe që kampionati shqiptar nuk e ofron. Po këto janë financat dhe këto janë gjëra që mund t'i them dot, sepse është një çështje që s'më takon ta diskutoj sepse futbollistët. Jo, nga njëra anë të takon sepse je lojtar, por që në Shqipëri në qoftë se mendoj se financat do rriteshin dhe klubet nga më të ndryshmet që janë më të mirat e kampionatit do paguanin akoma edhe më shumë lojtar, besoj se cilësia do rritej sepse besoj që financat e rrisin cilësinë. Po. Sepse edhe këtu kemi parë që edhe lojtarë tuaj të mirë kanë ardhur në kampionatin shqiptar dhe kanë gjetur vështirësi, se nuk është aq e thjeshtë të luash në kampionatin shqiptar. Mund të duket e thjeshtë, por nuk është aq e thjeshtë. Mendoj që pjesën e financave po u rritën në vitet në vazhdim, besoj se edhe cilësia mund të rikthehet prapë të ishte e njëjta me vitet e kaluara. Gjatë ke provuar këto klubet në Shqipëri, siç e përmendë vetë, Teutën, Skënderbeun, Dinamon, Flamurtarin, cilat nga skuadrat, nëse do t'jepet mundësia, do të luaje sërish? Ose në ndonjë skuadër të re. Je te Dinamo mentalisht okay, por nëse do t'jepet mundësia, cilat do riktheheshe? Po, nuk i dihet. Si është Flamurtari një herë? E shoh në moment të vështirë. Po duke ditur që s'jam na brenda nuk mund t'i jap opinione, po. Për shembull, flasim edhe ne gjithmonë nga jashtë. Financat i ka shumë të mira, menaxhimin se ka as pak të mirë dhe është në fund të tabelës. Do të thënë, dalim këtu që nuk janë gjithmonë financat kryesore. Është një nga pikat kyçe. Është një nga pikat kyçe, po problemi është si ndërton ekipin. Eksakt. Ata që ndërtojnë ekipin, ata duhet të marrin përgjegjësi, besoj. Por flasim për rastin e Dinamos, që një ekip që është ndërtuar mirë, pasi ka krijuar një grup shumë solid. Në momentin që krijon një grup shumë solid, herët apo vonë rezultatet do vinë. Ky është pak mendimi im personal. Pastaj thash për tjerat, jo se vijem unë në siklet për të folë për të gjë, po nuk më takon për të arsye sepse është diçka që unë e shoh nga jashtë, domethënë rezultatet siç i shoh unë, është edhe ti, është edhe dikush tjetër. E mua më vjen keq, po që futbolli i ka të gjitha, domethënë duke ti ke Real Madridi që ngeli pa trofe këtë sezon. Po, e vërtet. Edhe sa miliona euro janë shpenzuar. Po. Formula vjet si të duk, Final Four. Nuk e kam kuptuar, them drejtën. As vjet, as si vjet me këtë përgjithësinë e pikëve. Nuk se jam dhe dakord me thënë drejtën, por jam indiferent në këtë pjesë, them drejtën, e kupton? Do desha shumë që kampionati të bëj me më shumë ekipe dhe edhe ai që del në fund kampion dal kampion, nuk ka pse dal unë tani në vend të parë dhe që ka një formulë që duhet luajë edhe 3 ndeshje të tjera. Ose të gjejnë një formulë tjetër ta uazojnë nga. Po s'ka një vend i Europës një formulë të tillë për kampionatin. Po them, nëse shumë mirë, më thënë, nëse do kopjoni një shtet tjetër, më thënë mund ta kopjoni shumë mirë, po të paktën ishte që të ishin gjithë dakord. Ndoshta edhe janë dakord, po. Përderisa është kjo formulë, duhet të jenë dakord se këtu në Shqipëri funksionon. Nuk e di them drejt. Si e kujton atë gjysmëfinalen me Vllaznin në Final Four?
Se kishte shumë polemika, prandaj për Kishte polemika, mbaj mend që ka qenë një rast i Joni me dorë që mund ishte penalti në favorin ton, gjë që ju u duk besoj hapur. Edhe vllaznia duket kaloi me penalti atë ndeshje apo? Me dy penalti në mosgabim, po. Që ishin patjetër që ishin. Mua më duk që pjesën e parë ata kishin pak kontrollin më shumë, e filluan goxha vrullshëm, pastaj pjesën e dytë e morën goxha veten, edhe besoj se u bë një ndeshje shumë e bukur në tërësi, pavarësi se rezultati i buzëqeshi vllaznisë në pjesën që kaloi në finale, po që këto janë rezultate që i prodhon futbolli me polemika, po polemika duhet i pranojmë. Normal, është edhe fat ndonjëherë futbolli. Po, patjetër që futbolli ka dhe fatin brenda. Devi, flasim pak për familjen tashmë. Sa mbështetëse ka qenë familja tek ty, si ndihen për ty, të ndjekin në çdo ndeshje? Shumë mbështetëse, me thënë drejtën. Të dy prindërve nuk besoj se në këtë jetë doja shpërblej sakrificat që kanë bërë për mua, po sidomos Timati. Besoj se çdo të mirë që më ka ardhur nga ky sport që është futbolli, e kam nga vullneti i Timati që më ka qëndruar pranë në çdo moment, edhe gjithë sukseset e mia ja dedikoj atij. Pam gjatë intervistës që përmendesh më shpesh babin. Babi ka luajtur futboll apo ka qenë tifoz i flakt i futbollit? Jo, ka luajtur futboll, po jo në nivele profesioniste, po shumë ka luajtur edhe pasion normalisht, pasi e kanë transmetuar edhe mua dhe sot e kësaj ditë jemi këtu. Bregu single apo i martuar? Në ato ujra. Në ato ujra, okej. Se tani i e fiks në kohën e duhur. Kështu që duhet të kesh një partner që të mbështesë të shkallët e stadiumit, se ai meriton. Po. Kështu që Faleminderit shumë. Golat, se kështu vjen siklet ju, golat e fundit, ku ja ke dedikuar? Po gjithë më thënë të rrethit, unë kam rreth të ngushtë më mbështet, gjithë rrethit të ngushtë më kam mbështetur. Normalisht janë të përfshirë gjithë e goli. Janë të përfshirë gjithë, dëgjojnë më të gjitha. Goli që bëri më shumë buj ishte goli ndaj vllaznisë. Po. Ai vrapi, ai kalimi topit, na përshkruajnë çka do golin. Ishte ndoshta bëri buj për vetë momentin. Sepse edhe ndeshja me vllaznin kanë qenë me polemika brenda, jemi krijuar rival gjatë këtyre 2 viteve të fundit. Ata kanë ekip shumë fort, po ashtu dhe ne. Kemi pas përballje të forta gjatë gjithë këtyre viteve dhe duke ditur që ndeshjen e parë dolëm 1-1 dhe çdo gjë do ishte vendosur në Shkodër. Në atë moment që ndodhi shumë e shpejt, edhe shpresoj që ishte një gol që na dha kualifikimin më së shumti që është më e rëndësishme, por që siç e tha dhe ju, gol shumë i bukur dhe më bëhet qejf. Sa kilometra në orë vrapove? Po atë se di, se unë se nuk e pete qifë? Nëse është gjë e bukur se unë nuk shem lojtar i shpejt pa topin, po me topin jam goxha i shpejt. Besoj se u dalluan ata aksion. Fatmirësisht që mala nuk më bëri faul sepse do ishte i kuq për atë, por që mund të ishte më mira për vllaznin në atë momente, por që ndodhin situata gjatë lojës që edhe lojtari kundërshtar nuk di si të veprojë ose mua që ka ndodhur në këtë rast. Objektivat e Dinamos për sezonin për këto ndeshjet e mbetura. Për ndeshjet e mbetura është që të jemi në Final Four patjetër dhe besoj se kam bindjen që do jemi. Dhe na pret një finale shumë e bukur, shumë e luftuar ndaj Ignatiës që shpresojmë fati të na buzëqesh ne. Mendoni se do ta merrni ju trofeun? Po përderisa jemi aty, normalisht që do ta tentojmë, do ta luftojmë dhe shpresojmë që të jemi ne fitimtarë. Skuadra më rivale që sheh? Në mendimin tim të gjitha janë rivale, duke filluar Vllazni, Elbasani, Ignatia që luan futboll shumë bukur. Të gjitha besoj se në këtë valle që janë, besoj se janë të gjitha shumë forte. Bregu, shumë faleminderit që erdhe, unë të uroj shumë suksese, sa më shumë gola. Shumë faleminderit për ftesën. Edhe urime, tani për të fituar kampionatin këtë s'ta them dot, kështu që urime suksese u të mkaq. Ja lëm fushës atë. Ja lëm më mirë kështu. Ja lëm fushës po. Mirë, së bashku do të shihemi tani një intervistën tjetër, pak pauzë, mos u largoni nga kanali i YouTube-it. Do ta zbuloni vetëm pas pak se kush drejtor është.
Rikthehemi në pjesën e dytë, si asnjëherë më parë thash podcasti këtë herë ndahet në 2 pjesë. Është episodi i parafundit, kisha 2 të ftuar që ju i kërkuat shumë dhe unë nuk i ndaja dot dhe i mora të 2. Këtë herë kam drejtorin e atyre që kryesojnë kampionatin momentalisht. Drejtorin e Elbasanit, Alton Guranjakun, faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit. Edhe kënaqësi që të kam këtu. Gjithashtu kënaqësi që të vjen në emisionin tuaj. Faleminderit shumë. Si ndiheni një herë fillimisht që jeni në krye? Po, në fakt neve nuk është se është hera parë që jemi në krye këtë sezon. Okej. Kemi qenë edhe në muajt shtator, tetor. Okej, po kur je më afër fundit, ajo krya ka një çik më shumë vlerë, të themi kështu. Po, është e vërtet, po gjithsesi ky kampionat pak rëndësi ka nëse ti je në vendin e parë deri në fund të këtij kampionati, pasi dihet se çdo gjë do të ndahet në pjesën e Final Fourit. Kështu që deri atëherë ka kohë. Si ishte kjo ndeshja e fundit pas shumë polemikave, lajmeve, polemika jo gjatë ndeshjes, po themi mbasi mbaroi ndeshja siç ndodh rëndom. Si e përjetuat ju fitoren, duke qenë se është e freskët si ndeshja dhe po fokusohem pak. Jo, ne kishim përgatitur mjaft mirë të ndeshje, dihej që Vllaznia kishte kohë që kryesonte kampionatin në Shqipëri, është një nga skuadrat më të mira në Shqipëri, normale, dhe besoj që edhe neve u përgjigjim në të njëjtën mënyrë, e vlerësuam si ndeshje dhe në fund arritëm qëllimin tonë që ta fitonim atë. Elton, çfarë mendon se ç'dojnë në syrin tënd? Te Vllaznia, çfarë mendon? Gjetët ju një Vllazni më të dobët apo ishit ju më të fortë? Jo, unë mendoj që Vllaznia është e fortë. Vllaznia ka një ekip shumë të mirë edhe normalisht është një nga skuadrat që mund të fitojë këtë titull. Por sigurisht edhe Elbasani është një ekip mjaft i mirë këtë sezon, kemi bërë paraqitje shumë të mira. Kemi qenë gjithmonë aty, ndoshta vendi i parë, vendi i dytë, maksimumi vendi i tretë. Kemi lëvizur gjatë vitit. Por të them që ishte një ndeshje e fortë, shumë e luftuar nga dyja palët, edhe Vllaznia kishte rastet e saj për të shënuar gol. Ndërkohë portieri jon u tregua mjaft i zotin në disa situata, shfrytëzuam rastet dhe në fund besoj fitoi ekipi më i mirë. Kishin premje lojtarët pas ndeshjes apo? Të them të drejtën, para ndeshjes nuk kishin. Okej. Por pas ndeshjes pastaj E merituan një premje normale. Dua pak të flas tani për rrugtimin e Elbasanit këtë sezon. Rikthimi në superiore pas shumë vitesh dhe nuk e priste askush që Elbasani do të ishte lërë në vend të parë pas në kaçe. Do të thënë flas nga pritshmëritë që ka pasur përgjithësi futbolli. Shiko, në fakt unë do ta nisja që nga sezoni i kaluar, ky ishte viti jon i parë në Super League. E filluam atë vit pas shumë viteve mungesë, sepse Elbasani kishte gati 10 vjet që mungonte në nivelet e larta dhe luante vetëm në nivelet e ulta. Edhe neve këtë projekt kemi nisur gjithashtu nga kategoria e tretë. Dhe vit pas viti kemi ngritur shkallët shumë shpejt dhe viti i parë joni në Super League normalisht kishte vështirësi të veta, megjithatë i shkuam deri në javën e fundit në vendin e 4, aty ku pastaj humbëm atë vendin për në Final Four. Edhe pas të analizës që bëm, sigurisht ishte një sezon mjaft i mirë. Paktën nga vinim dhe nga erdhëm, domethënë ishte diçka që besoj me stafin analizuam dhe menduam që e kishim një grup të mirë futbollistësh, stafin teknik e kishim shumë të mirë, në krye Ivanin, trajnerin, dhe menduam të vazhdonim bashkë, mbanin grupin bazë të futbollistëve. Gjithashtu gjatë merkatos verore riparuam ato vende që neve mendonim të bënim diçka më shumë, pasi sezoni që jemi tashmë do ishte akoma më vështirë. Sepse të them drejtën janë shumë skuadra që kanë investuar. Domethënë atë si shikoj unë janë 8 skuadra që kanë investuar me shumë të mëdha. Edhe dje me 10 ekipe, po shikojmë sot janë të gjitha skuadrat që kanë një objektiv.
Pra, do të thoja që Po të gjitha ecim objektiv, po varet se sa i plotson ato pritshmëri për të kapur ato objektiv. Ne jemi një javë të fundit, po të gjitha skuadrat e kanë një objektiv. Po. Pra kush do të shpëtojë, kush do të shkojë në Europë ose kush do të luftojë për titullin. Pra është një sistem me 10 skuadra që nuk të lën të marrësh frymë. Nuk ke një javë që ti shkosh edhe thu shikoj, kam një ndeshje më të lehtë këtë javë edhe mund ta kaloj me kollaj. Por nuk është ashtu. Dhe afruam lojtarët cilësor dhe kishim në plan objektiv Final Fourin, atë që nuk arritëm dot sezonin e kaluar të arrinin këtë sezon dhe fal punës që është bërë, domethënë, këtë vit ndryshe nga sezoni i vjetë që e humbim javën e fundit, këtë vit e kemi arritur objektivin 4 javë nga fundi, pra Final Fourin deri tani një objektiv është arritur. Më pas do shikojmë gjatë këtyre ndeshjeve të fundit që kanë mbetur, pra janë 3 ndeshje në kampionat, janë dhe 3 ndeshjet në Final Four që do të përcaktojnë çdo gjë më pas. Po thua objektivi ka qenë Final Fouri, tani ja Final Four është bërë check, dhe objektivi i radhës? Objektivi i radhës është marrim pjesë në Kupën e Europës. Okej. Në qoftë se do kapim objektivin e dytë Kupën e Europës, më pas do të luftojmë edhe për të titullin. Deri në fund. Fryma e skuadrës, e ekipit, njëri përgëzoj për trajnerin që keni. Është një nga trajnerët më shembull që ka kampionati shqiptar. Qoftë në sjellje e cili mbaj gjithmonë, qoftë marrëdhënie me lojtarët, me sa shohim ne nga jashtë dhe me sa ne komunikojmë dhe kemi kontakte me lojtarët për trajtimin që i bën si trajner, sepse një trajner mendoj duhet të jetë një herë i mirë nga ana psikologjike për gjithë stafin edhe lojtarët, pastaj edhe taktik edhe teknik në fushë. Po, është vërtet. Unë do të thoja që neve tek Elbasani punojmë, ta them ndryshe, si një familje. Pasi jemi një grup që njihemi për vitesh. Trajneri i portierëve Vis Kotori ka vite që punon në Elbasan. Ka luajtur futboll me ekipin, ka dalë kampion. Mandi, që është team menaxher i pashtu, ish futbollist Elbasanit, Gava është ish futbollist Elbasanit, Tori ka luajtur ke Elbasani, Ivani që është viti 2 ky me ne. Dhe është një grup stafi që e njeh shumë mirë ambientin. Edhe ai qëndrimi jon bashkë gjatë gjithë kohës, hajmë drekën bashkë pas shërbitjes, kalojmë kohën bashkë. Edhe ajo na ka bërë që të formojmë një grup mjaft të mirë dhe kjo të përcillet edhe tek futbollistët. Unë fatikisht do thoja që edhe futbollistët tanë janë djem mjaft të mirë, djem që din ta mbajnë grupin, janë ato, është ekipi që mu pëlqen ta kem një ekip që rri bashkë. Mu pëlqen dhe ideja që janë djem që edhe ku ka një ndeshje tjetër, në Champions League për shembull, shkojnë bashkë grupet dhe i shikojnë. Mblidhen, rrinë bashkë, më thënë, është ai ekip që të bën të ndjehesh optimist për të ardhmen. Pasi nuk është nga ato ekipet që 3 rrinë veç, 4 veç. Kanë përçarje me disë tyre. Është një grup mjaft pozitiv dhe kjo e bën akoma më të lehtë punën. E bën më të lehtë punën edhe të stafit teknik, edhe trajneri ka gjetur ambientin e duhur. Do të thënë çdo gjë është menaxhuar në mënyrën më të mirë si nga stafi teknik. Edhe puna juaj absolutisht si drejtues, se ka të bëjë dhe shumë dhe kjo? Po, normalisht ka dhe kjo, por unë nuk du të flas për vendin tim. Po s'ka problem se e them nuk është. Se ka thënë dhe trajneri ku ka ardhur këtu, kështu. Por e gjitha kjo pa mbështetjen e presidencës nuk mund të arrihet deri këtu, sepse presidenca jon ka një pasion. Ka një pasion që e përcjell tek ne dhe është diçka zinxhir. Është një zinxhir që nuk duhet të cënohet asnjë allk e saj, sepse pastaj aty ka probleme. Deri tani ka funksionuar shumë mirë, kemi arritur të mbajmë të gjitha ekuilibrat midis presidencës, stafit teknik, lojtarëve, deri tek pjesa tjetër, sepse ekipi i Elbasanit është një grup i madh njerëzish që punojnë, deri tek kuzhinierët, deri tek hoteleria e klubit, apo të gjithë njerëzit që merren me rrobat e larjes, të gjitha, do të thonë, është
është një grup i madh që punon çdo ditë që ne vetë kemi këto rezultate ku jemi sot. Sa të lehtë ose sa të vështirë ke pasur ti të krijosh këtë grup, këto lojtarë si drejtues këtë sezon? E kam pas të lehtë, do të thoja, pasi siç thashëm më parë, unë punoj pothuajse, jo pothuajse, po janë shokët e mi. Domethënë që njihemi për vitesh bashkë. E njohim shumë mirë njëri tjetrin, edhe gjithashtu unë do të thoja që në këtë pozicion si drejtor që jam sot, mu më ka ftuar ose më ka ofruar këtë vend Geni, që është shoku im. Edhe është diçka që kur punon midis mish, midis shokësh, është më lehtë puna. Edhe pse kërkesa llogarisë është po e njëjta, pasi nuk duhet që ti ngatarrojmë pjesën e shoqërisë me pjesën e punës. Edhe këtë e kemi bërë deri tani me profesionalizëm midis të gjitha palëve. Edhe midis nesh ka dhe debate, por janë debate të pozitive, janë për punën, dhe ku ka debate ka dhe përmirësi të rezultateve. Një lojtar që e ke marrë, edhe ke qenë më dyshje, por tashmë thua vërtet ja ka vlejt ajo zgjedhja, nëse ka pasur një rast tillë. Shiko, tek Elbasani ka pas një revolucion të madh lojtarësh çdo vit. Unë do ta filloja nga kategoria e tretë. Neve kemi pas gjithmonë qëllimin për të ngjitur një kategori më lart. Edhe çdo vit ka qenë shumë i vështirë. Me Genin flisim gjithmonë dhe sa herë që fillonte sezoni i ri, çdo objektiv kemi thoshte direkt do ngjitim një kategori më lart. Por ka qenë shumë e vështirë pasi duhet të ndroshim gjithmonë komplet ekipin. Pasi çdo kategori ka nevojë për lojtarët e asaj kategorie. Pra, ti nuk mund të lush dot me lojtarë që kishin kategori 3 në kategori 2. Me lojtarët e kategorisë 2 nuk mund të lush dot në kategori parë, sepse qëllimi ishte gjithmonë për më lart. Në kategorinë e parë na duheshin futbollistë që të ngjisin në Super League, edhe na duheshin futbollistë me eksperiencë. Dhe gjithmonë ka pas një revolucion lojtarësh, një bazë lojtarësh që ne tani të themi që po i marrin frutet, ka qenë kur hym në Super League. Pasi edhe kontratat e tyre ishin më të gjata dhe menduam që ky lloj grupi do heci. Dhe nga këto lojtarët, të them ai që më ka surprizuar më shumë ka qenë Diallo. Për shembull, kur ka ardhur në janar të sezonit kaluar, erdhi ta themi një anonim. Edhe 6 muajt e parë ndoshta ka luajtur vetëm 3 ndeshje nga 10 minuta çerekore. Gjithsesi me stafin menduam që atij lojtari mungonte një fazë përjetore me skuadrën. Edhe thamë që t'i japim një shans. Edhe duhet t'ia japim atë gjatë sezonit veror. E morëm me ekipin, shkuam në Greqi për fazën përjetore dhe atje ai pati një rritje të jashtëzakonshme. Do të thënë pati një rritje që ne pamë vërtet një lojtar tjetër komplet. Pra është nga ato rastet që janë disa lojtarë ti duhet t'i japësh pak kohë. Duhet t'i japësh pak kohë që të ambientohen. Ndoshta ai vjen nga Afrika, ambientimi në Shqipëri, njerëzit të huaj, do të thënë ka shumë gjëra për të ndryshuar në jetën e tij. Dhe ka lojtarë që ambientohen shumë shpejt, por ka lojtarë që duan atë kohën e vet. Një prej tyre ishte edhe Diallo. Më pas filloi sezoni dhe ai ka bërë një sezon të shkëlqyer, tani me 9 gola, 4 asist, edhe është një nga lojtarët që sot ka merkato. Bravo. Për të shkuar me një klub akoma më të mirë. Të presim. Duke qenë se ishim tek koha që një lojtar duhet japësh kohë për të parë aftësitë e tij apo si e shet ti si drejtues i një ekipi në krahasim me çka ne kemi brumë në Shqipëri për sa i përket drejtuesve të tjerë? Si funksionon ky profil në futbollin shqiptar? Profili për futbollistët? Jo, profili jot i drejtuesit. Shiko. Si e shetin këmbështrimin? Për sa je jashtë edhe brenda marrëdhënie shokësh apo diçka? Unë fatikisht të them të drejtën, kam ambientin e mirë të punës në Elbasan, sepse e kam të drejtë që detyrën time ta ushtroj
ashtu siç duhet. Pra dhe unë kem detyrën time përkatëse, por gjithashtu të kem edhe buxhetin, financën? Jo, buxhetin e kemi, nuk është se po, e di, po është një nga kryesore që ty të lë të bësh punën tënde. Po, pikërisht, është ajo pjesa që presidenca më ka lënë dorën të lirë. Në zgjedhjet e mia. Dhe kjo më bën akoma më shumë të vlerësuar për këtë punë, pasi dihet se në Shqipëri nuk është se të gjithë punojnë kaq lirshëm, sepse kanë ndërhyrje nga të gjitha krahat dhe në fund fare pastaj drejtori është ai që merr përgjegjësitë e para. Por unë fatmirësisht ke Elbasani kam gjetur ambientin e duhur dhe këtë punë e bëj jo vetëm me pasion, por e bëj edhe me përgjegjësi. Pasi tani aty tek Elbasani çdo njeri ka detyrat e tij dhe nuk ka ndërhyrje në çdo detyrë që ka. Trajneri për shembull, po të marrim rastin e trajnerit, nuk është se ka ndërhyrje në formacion. Është ai që është përgjegjës për atë punë dhe ai merr të gjitha përgjegjësitë. Ai vendos për gjithçka, normalisht duke folur me stafin teknik e tjerë. Gjithashtu edhe unë për detyrën time si drejtor sportiv, për përzgjedhjen e lojtarëve, për komunikimet me lojtarët, për të parë tregun e lojtarëve, e kam këtë lirshmëri. Dhe nuk e kam që siç ndodh rëndomt në Shqipëri që presidenti ndërhyn, shiko, merr këtë, se duhet ky, po duhet ai, ose i hiqte ose bëj këtë. Jo vetëm presidenti, dhe shoferët. Po, raste të ndryshme ka dhe fatmirësisht në Elbasan nuk është se ndodh. Do të thonë ka një kanalizim të gjërave dhe një lojtar nëse do të vijë Elbasani, normalisht do kalojë nga drejtori sportiv. Kuptohet, edhe unë nuk është se vendos gjithmonë me kokën time, por lojtarët që unë mendoj që jam të aftë, të mirë, ulem me stafin teknik, me trajnerin, dhe aty i shikojmë edhe bashkë. Edhe vendosim pastaj nëse është ai i duari për ne apo jo. Cili është ai lojtar që ke dashur të marrësh gjatë sezonit edhe nuk e ke marrë dot? Ndoshta nuk keni rënë dakord apo që ke pasur shef ta kesh në ekip? Është një lojtar që ka fatikisht 2 a 3 sezone merkatoje që gjithmonë takohemi, pasi herë nuk bëhet. Edhe ndoshta është edhe fati i tillë, nuk do të them dot si emër. Thuaj tani. Jo, nuk do të them sepse është me një skuadër tjetër dhe nuk do ta nxjerr tani sepse në momentin që ka qenë në skuadrën tjetër. A e di unë apo? Jo, si. Okej. Dhe kam ndodhur fatikisht, edhe sa afrohesh sezoni i merkatos. Po mirë, na thua skuadrën që është atëherë. Jo, është jashtë Shqipërisë. Po, na thuaj pra. Është jashtë Shqipërisë. Jo, nuk e. Na thuaj skuadrën që është jashtë. Nuk e them dot tash. Po skuadrën? Apo është te Ballkani. Okej, Ballkani. Hajde ta gjejmë në cili tani. Okej. Ti do ta gjesh kollaj po nesër. Okej. S'të vjen në mend tani. S'më vjen tani, okej. Dhe ka ndodhur kjo që im dakur 2-3 herë bashkë, edhe ai ka pasur dëshirën për të ardhur në Elbasanin, por ndoshta gjërat nuk është se jam pjekur, domethënë për të bërë. Me cilën nga drejtorët e kampionatit shqiptar ke marrëdhënie të mira? Po, po thuaj se me të gjithë kam marrëdhënie të mira. Agim Ibrahimin e Partizanit kam marrëdhënie shumë të mirë, me Vjosin Sinanin kam marrëdhënie të mirë. Kledi kam marrëdhënie shumë të mirë, Luan Pinarin kam marrëdhënie shumë të mirë. Okej. Kështu që jo, unë i respektoj të gjithë për punën që bëjnë, fatikisht se jam vetë në atë pozicion dhe për shembull Kledi është një nga ato që ka bërë një punë shumë të mirë dhe unë gjithmonë e kam përgëzuar për punën që ka bërë sepse tek Ignatja ka marrë rezultate pozitive, fantastike, mund të them. Kështu që Agim Ibrahimi ka eksperiencën e vet, Luan Pinari te Dinamo po bën mirë, Sinani tani është po bën mirë me vitin e parë tek Vllaznia. Kështu që me të tjerët pastaj më pak. Si e parashikon këtë formulë të re të kampionatit? Se kemi provuar ende, se dim si. Po, shiko, A ke qenë pro njëherë me formulën e kaluar apo?
Nëse do zgjidhja të dy formulat, besoj se kjo është më e mira. Po, sepse absolutisht ajo është. sepse ajo formula tjetër, do të thënë me një ndeshje të nxirrte jashtë. Edhe ti nuk kishe më shansin të ta vazhdoje atë. Pra ti mund të ishe edhe vend parë, Po. edhe ti luaj me vendin e 4. Po të marrim sot ku jemi, vendi i parë los me vendin e 4 aktualisht është Dinamo. Po. Po ti me një ndeshje me Dinamo mund dalësh jashtë. Pra, pavarësisht se ne sot me Dinamo jemi 17 pikë larg. Dhe nëse ne do shkoshim në Final Four me sistemin e vjetër, po, neve me një kishim ndeshje qenë sigurt. do shkoshim nuk ikishim sigurt. Po. Dinamo ka ekip shumë të mirë. Po. Dhe mund dilje jashtë. Pavarësisht se në kampionat ti ishe 17 pikë para Dinamos. Po. Ndërsa kjo formulë paktën të jep atë shansin që ti të paktën ato që ke fituar gjatë kampionatit, paktën edhe pse me përgjithësimin, por i ke. I ke, po. Dhe ndoshta nga dy formulat kjo besoj që është Do jetë më e mira. do jetë më e mira, edhe pse që tani ka një disnivel midis ekipeve në pikë. Pasi vendi 4 tani është 17 pikë larg, nëse ti përgjithmonë shkon 8 Okej. me përgjithësimin, pasi është merret pikë barazhi më i vogël. Po. Dhe 8 pikë në 3 ndeshje je pothuajse jashtë, sepse një pikë i duhet ekipit E tjetër. vërtet, po. Si të është dukur arbitrimi këtë sezon? Arbitrimi Kledi më thot të kthy Eltonit këtë kujdes kur flet tani, kur përgjigjet. Drejtori Ignatias për këtë pyetje. jo, Kledi u përgjigj vetë. Ai Okay. Kledi kishte ankesat e veta, kështu që nuk është sezon pozitiv për arbitrin nuk ka qenë, them drejtën. Ka pas shumë probleme. Edhe ne pothuajse kemi pas probleme në shumë ndeshje. Nuk mund të them që është negativ, edhe nuk them që është pozitiv. Një mesatare, nëse do të vendosim një notë, Ke pasur shumë polemikë, domethënë ke pasur shumë kundërshtime gjatë sezonit, kam parë në intervista që si ishin dakord me shumë vendime dhe ndaj pyeta më shumë. po ka pasur, prandaj ta thash, ka pasur ndeshje specifike. Në një nga ato ndeshje ka qenë kur kemi luajtur në Rrogozhi me Ignatin, ka qenë 0-2 për ne, edhe janë dhënë 2 penallti Ignatis, të dyja me VAR. Të dyja kanë pas shumë diskutime brenda, domethënë edhe vetë arbitri po ta pyesjen nuk ta shpjegonte dot. Sepse edhe i ka pas ato mori vendimin pastaj për lidhjen ato penalltit, edhe kemi pasur edhe neve ato protestat tona ndaj arbitrave. Po gjithsesi, ai që duhet thënë është që arbitrat gabojnë ashtu siç gabojnë dhe futbollistët. Mirë, po gabimi i arbitrave kushton. Ashtu siç gabojnë, por dhe gabimi i sulmuesit për shembull kur është në portboç dhe nxjerr jashtë, edhe ajo vendos diçka. Kështu që nëse do ta shikojmë me atë syrin gjithmonë kritik, gjithmonë do t'i nxjerrim gjërat e këqija edhe arbitrave. Ndoshta duhet t'i shikojmë pak më ftohtë. Edhe unë jam një nga ato që duhet t'i shikoj më ftohtë, edhe unë nuk është nga ato që tani kur ja të brenda. Ndoshta nga që jam këtu në studio tani dhe shikoj ndryshe. Po, tani po këtu. Do më bësh formacionin më të mirë sipas mendimit tënd nga një lojtar, duke zgjedhur nga një portierin më të mirë të sezoni, mbrojtësin, mesfushën dhe sulmin. Jo nga Elbasani, po nga gjithë kampionati, në syrin tënd. Tani formacioni më mirë është Elbasanit. Okej, këtë e dim, por përveç Elbasanit. Unë thash të fusi edhe elementi Elbasanit në formacion. Unë e di që është më i mirë Elbasanit, nuk diskutohet për ty. Jo, për mua janë lojtarët më të mirë të Elbasanit. Unë lojtarët e Elbasanit nuk do të ndroja me asnjëri. Po, portën e Elbasanit, e them unë. Nuk diskutohet. Mbrojtjen po ashtu, edhe mesfushën po ashtu. Po më tani një lojtar. Shiko, ka lojtarë të mirë në Shqipëri normale që ka. Absolutisht që ka shumë të mirë. Po cilën të veçoje ti nga kampionati? Heqim Elbasanin, s'po t'jap mundësi për zgjedhje nga Elbasani, sepse normal që për ty Elbasani ka formacionin më të mirë, nuk diskutohet. Po, nëse shohim diçka jashtë Elbasanit, kuptohet, në port do shikoja Dajsinanin. Okej. Mbrojtje? Në mbrojtje do shikoja Aliin. Okej. Në mesfush? Është një nga mbrojtësit që më pëlqen shumë. Nesari? Kush? Ali? Po. Okej.
Në mbrojtje. Po. Në mesfush ka shumë lojtarë në të fush. Tani mos më shqipu, vazhdo jepi. Krymi s'po them. Pse s'po e thu? Krymi është një nga ato. Jo, se duket sigur imponoj unë, tani nuk quhet kjo. Okej. Ka shumë lojtarë mes fush, një nga ato është Qefalia që më pëlqen. Fatikisht Qefalia ka qenë para 2 vitesh edhe shumë afër Elbasanit. Ishte pothuajse lojtar Elbasanit. Në janar im takuar, do firmoste, nuk ndodhi diçka pastaj dhe nuk u bë. Dhe ai ishte edhe një nga lojtarët për shembull që un kam pas dash ta marr te Elbasani. Dhe edhe më pëlqen. Okej. Po lojtar tjetër që dash të marrësh apo? Jo, këtë më kujtu tani. Okej, tjetër në sulm? Në sulm shikon që sulmi është shumë i vështirë. Në sulm është shumë i vështirë, po do shkoja ke Balaj. Do shkoja ke Balaj, pavarësisht se e di që javën e fundit është kritikuar shumë edhe nga ambienti në Shkodër, por ndoshta nuk është viti i tij, pavarësisht se vllaznia është aty larg gjithmonë. Dhe ai ka ndihmuar çdo vit me golat e tij vllaznin, por është ai sulmuesi bomber, ai sulmuesi që mban skuadrën gjallë, ai sulmuesi që tërheq skuadrën përpara, edhe unë besoj se nga këto që shikojnë në kampionatin shqiptar, them Balaj. Okej. Tani çdo lojtar ka atë fazën e vet më të mirë, kështu që nuk e do të bosh mundin askujt. Por shikoj, sulmuesi jeton me golin. Në momentin që nuk bën atë golin, gjithmonë do jetë gjithmonë i kritikuar. Një nga më të përfolurit e Elbasani Lajthia. Më thuaj një fjali për Lajthin. Fatikisht Lajthia është sezoni i dytë ke Elbasani. Dhe me atë që kam parë deri më sot është sezoni i tij më i mirë në gjithë karrierën e tij. Ka patur një rritje fantastike si lojtar. Është përmirësuar goxha. Të them drejtën, nuk ishte ky lojtar që erdhi në fillim nga Bylis. Ishte lojtar i shpejt, i fortë, por ka rregulluar shumë gjëra. Dhe fatikisht është një meritë edhe trajnerit edhe stafit ton teknik, sepse tani Lajthia është bërë një lojtar më konkret. Pra e di që ka ato aftësi, shpejtësi, teknik dhe ato që në momentin që i fut në punë këto aftësi, ai bëhet i papërmbajtshëm. Përveç se një lojtar i shpejt tani është lojtar që është shumë afër portës, e njeh golin shumë mirë tani. Dhe këtë sezon më duket se ka arritur në kotën e 12 golave. Pra një winger me 12 gola. Okej, ka kapur bekimin besoj? Dhe pak. Edhe një gol? 12 gola në sezon sepse ka 2 në kupë, ka 10 në kampionat. Më duket, afërsisht. Dhe tashmë është një futbollist i kompletuar. Unë do ta përgëzoja për sezonin se është një djalë shumë i mirë, është një djalë fantastik. Është një djalë që rri mirë me grupin, futbollistët e tjerë. Ka një respekt të veçantë për grupin, për stafin teknik, për gjithë ata që punojnë në Elbasanit. Dhe unë uroj që në fund fare ai ta meritoj ndoshta edhe titullin golshënuesit në Shqipëri, ndoshta edhe titullin pastaj. Është ende herët, por Mercato Elbasani si e parashikon merkaton e verës, sa të fuqishme, sa jo të fuqishme, dëshiron të bëni shumë lëvizje apo? Shiko, unë jam gjithmonë tek pjesa që nuk du të bëj shumë lëvizje. Domethënë grupin mundësisht 80% të grupit ta mbaj, 70% grupit ta kem aty edhe për vitin tjetër. Por nuk është se varet çdo gjë nga unë. Varet shumë edhe nga ata futbollistët që ndoshta i vjen një ofertë më e mirë dhe është e vështirë ta mbash një futbollist me një rrokë shumë herë më të lartë siç i vjen nga jashtë. Normal, po. Për shembull, dhe ne kishim një ofertë në janar për shembull për Cagen dhe e refuzuam pasi mendonim që me Cagen do arrishim objektivat tona për titullin, për Kupat e Europës. Dhe fatikisht deri tani nuk është se gabuam,
sepse jemi aty. Por është e vështirë edhe për lojtarin, pasi kur vjen një pagë shumë e mirë për lojtarin, është e vështirë pastaj që edhe ai të mendojë që të qëndrojë prapë në Elbasan. Unë do preferoja të mbaja një bazë të mirë të grupit, por të shohim si do rrjedhin ngjarjet deri atëherë. Objektivi i Elbasanit thamë që është Europa. Kush mendon se fiton kampionatin? Shiko, ne po arritëm Europën do synojmë në kampionat. Shiko, në fakti që jemi në vend parë sot, na lejon të ndërrojmë për çdo gjë. Po. Të ndërrosh është falas, kështu që dhe Elbasani ka hyrë në këtë sezon me objektivat minimal, por mund të shkojmë edhe deri ai maksimali. Unë dua tani ta mbyllim këtë intervistë duke i thënë diçka tifozëve të Elbasanit, të cilën kanë bërë një atmosferë spektakolare në Elbasan Arena. Unë fatikisht do t'i falenderoja, i kam falendëruar edhe hera të tjera, por ajo që ne kemi rikthyer Elbasanit, tifozëri, ekip, është diçka shumë e bukur. Pasi ti vetë ishe dje në stadium dhe e pe atmosferën që ishte. Kishte vite që ajo atmosferë mungonte dhe është emocion. Sidomos për ne Elbasanlitë që e ndjejmë qytetin, e ndjejmë futbollin, është diçka e bukur. Domethënë të shikosh 7.000-8.000 veta në stadium gjithmonë të emocionon. Unë mund të them që përveç që falenderoj për që na kanë mbështetur deri tani, do t'i them që të jenë në krah deri në ditën e fundit të këtij sezoni, pasi besoj se gjëra të bukura do vinë. Dhe unë doja të falenderoja shumë që ishe pjesë e podcastit, ishte shumë kënaqësi, të uroj shumë suksese së bashku me Elbasanin. Ishte shumë kënaqësi, pasi kishim kohë që flisim për të ardhmë, po na u desh që të fitoshim me vllazninë. Ashtu, jo. Edhe unë kam diçka shumë të rëndësishme për t'i thënë tifozëve gjithë kampionatit që mbështesin skuadrat e tyre, vazhdojnë të mbështesin deri në fund të sezonit. Skuadra ka gjithmonë ulje dhe ngritje, futbolli është me ulje dhe ngritje, siç tha dhe Eltoni, futbolli të bën të ndërosh, por ndonjëherë ëndrat nuk bën realitet, por jemi akoma në kohë për të bërë ëndrat realitet, çdo skuadër do kohën e vet, çdo lojtar do kohën e vet, kampionatit kurrë nuk i dihet, kështu që vazhdoni mbështesni skuadrat sa më shumë. Dhe faleminderit që na ndoqët teksa ne do të shihemi së bashku në episodin e fundit javën e ardhshme. Deri atëherë mos harroni të na bëni like, share dhe subscribe në kanalin e YouTube-it. Natën e mirë.